Kisha dëgjuar për fallxorët në qytet, me thënë të drejtën, dhe kisha dëgjuar shumë edhe pjesë që shumë çifte kishe finalizuar lidhjen e tyre në martesë ose në një jetëgjatësi nga pjesa e fallxorëve. Ndonjëherë isha edhe e besoja edhe nuk e besoja këtë pjesën, por isha aq shumë e pashpresë dhe aq shumë ndjesha në gras që duhet ta provoja, duhet të bëja se s'bën diçka. Dhe shkove? Edhe e bërë. Takove ndonjë nga këto zonja që ushtrojnë, le të themi, Po. artin e zi të magjisë? Po, kam shkuar dhe kam takuar në atë moshë dhe ajo ishte bindur dhe më tha se magjia e saj funksiononte. Sa vjeç isha Anisa? Isha 17 vjeç, 18 sa kisha mbaruar gjimnaz. Ne kuptoj. Po, shkove takove këtë zonjën. Çfarë të tha? Ajo më tha që do të më ndihmonte dhe se magjia e saj funksiononte. Dhe nuk e mendova fare më gjatë.